Pas diskutimeve të anëtarëve të Këshillit Drejtues, për çka unë i falenderoj anëtarët e Këshillit Drejtues, ka pas diskutime konstruktive, normalisht edhe me kritika, edhe me propozime, edhe me alternative dhe gjitha tjerat. Këshilli Drejtues në mënyrë unanime ka provuar këtë deklaratë politike, tekstin e cilës po e lexoj. Deklaratë politike. Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës sot me datë 20 prill ka mbajtur mbledhjen e radhës ku ka diskutuar për zhvillimet partijake dhe politike, procesin në dhomat e specializuara në Hagë dhe procesin e zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Partia Demokratike si subjekt politik, shtet formues dhe shtet ndërtues riafirmon përkushtimin e saj në mbrojtje të rendit kushtetues, stabilitetit institucional dhe funksionimit demokratik të shtetit. Partia Demokratike vlerëson se Kosova po përballet me krizat të një pasnjëshme politike dhe institucionale, të shkaktuara drejt për drejt nga shumica parlamentare, e cila përmes blokadave të vazhdueshme dhe mungesës së përgjegjësisë shtetërore po e paralizon funksionimin normal të institucioneve, po e politizon atë dhe po e dëmton interesin qytetar e shtetëror. Partia Demokratike e Kosovës thekson se vendi nuk duhet mbahet peng nga kalkulime politike dhe interesat të ngushta partijake. Vazhdimi i kësaj gjendje i shkaktuar nga pushteti aktual është i dëmshëm dhe rrezikshëm për funksionimin demokratik dhe institucional të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka dëshmuar gatishmëritë e plotë për të kontribuar në zgjedhjen e presidentit të ri dhe zhbllokimin e situatës, duke mbështetur mundësinë e një kandidati konsensual, pa asnjë kushzim, pa asnjë kërkesë për përfshirje në bashkëqeverisje. Për Partinë Demokratike, stabiliteti institucional ka qenë çështje primare dhe interesit shtetëror e jo objekt i negocimit politik për pazare politike. Përkundër kësaj qasje konstruktive, mungesa e vullnetit politik dhe seriozitetit institucional nga ana e pushtetit aktual po e pamundson përsëri zgjedhjen e presidentit të ri. Rrjedhimisht, dhe këto është edhe fokusi i këtij paragrafi, rrjedhimisht PDK konsideron të përmbyllur kontributin e saj në këtë proces. Në lidhje me procesin gjyqësor në Hagë, kur procesi tashmë është në fazën finale, PDK shpreh pritjen dhe kërkesën e saj që vendimi përfundimtar të jetë i drejtë, i paanshëm dhe i bazuar ekskluzivisht në fakte dhe prova të besueshme, larg çdo ndikimi politik apo perceptimi të njëanshëm. PDK riafirmon bindjen e saj të palëkundur në pafajësinë e liderëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në pastërtinë e luftës çlirimtare. Partia Demokratike e Kosovës rithekson orientimin e saj të qartë euroatlantik dhe kërkon forcim të menjëhershëm të partneritetit strategjik me aleatët tonë si garanci për stabilitetin, sigurinë dhe të ardhmen e shtetit. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se gjendja ekonomike është përkeqësuar ndjeshëm, ndërsa qytetarët po përballen me rritje të papërballueshme të kostos së jetesës. Për këtë arsye kërkohen masa urgjente, konkrete dhe efektive për mbështetje ekonomike dhe lehtësimin e borës financiare për qytetarët. Po ashtu, Këshilli Drejtues rithekson se zgjedhjet e brendshme duhet të mbohen gjatë vitit 2026, me qëllim të forcimit të demokracisë brendshme, përfshirjen e potencialit të ri politik dhe ndërtimin e një alternative të avancuar qeverisëse. Dhe e fundit, Partia Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të jetë faktor stabiliteti, forcë konstruktive politike dhe alternativë serioze për qeverisjen e vendit. Kjo është deklarata cilën pas debateve në Këshillin Drejtues, në mënyrë unanime e ka votuar Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës si organ vendimarrës. Zotëri Hamza, zotëri Kurti tha sot që ju ka shkruar gjatë ditës për një takim e gjasë, çfarë ju ka shkruar dhe cili ka qenë qëndrimi i juaj? A ja keni kthyer mesazhin mëse? Atëherë kjo e ka një kronologji. Jam mesin e
pa kryetarëve të partive politike që nuk u vendos vijat kuqe asnjëherë për asnjë subjekt politik. Pas përfundimit të zgjedhjeve e kum pranuar rezultatin zgjedhor. Kum fol për marrëveshje gjithëpërfshirëse politike. Nuk ka ndodhur. Kum fol dhe kemi dhënë qëndrim si Parti Demokratike se në rast se ka kandidat të propozuar nga familja Jashari, grupi parlamentari për Partisë Demokratike 22 vota do t'i ketë në favor të një kandidati nga kjo familje. E dim deklaratën e zotit Jashari, për mu është e pranueshme, është e vlerësume, është familje e cila është pak më ndryshe se gjithë të tjerë për shkak të rolit, kontributit që ka për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për te kësaj, nuk kom shku në takime, pa formalizmat të prunë, me një komunikim në WhatsApp, në ditë vikendi, në ndërtesën e qeverisë. Po bre, ndërtesën e qeverisë, në zyren e kryeministit, po në zyren e kryeministit, sepse është kryeministër i qeverisë të Republikës së Kosovës. Dhe gjatë bisedave, qëndrimi unë ka qenë kë. Presidenti të zgjedhet i propozuari apo e propozura nga Partia Demokratike e Kosovës, jo domosdoshmërisht që është pjesë e strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe kjo temë nuk është pranu, kum fol për parime, për kritere, për marrëveshje dhe për emra. Po nuk mund është i me dhonë emrin pa pas një marrëveshje politike edhe një pajtim. Tutje. Kemi kërku që të kemi ftesë zyrtare, cilën ne do të diskutojmë mrena struktura o Partisë Demokratike të Kosovës në kryesi dhe në këshill drejtues. Ne nuk kemi marrë ftesë zyrtare. Ftesë formale zyrtare nuk kemi pranu. Nuk ka qenë aqeron se ne dim nuk është moti, para 5-6 muajve vazhdimisht i ka dërgu letra Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk e kemi një ftesë tillë. Ne bazuar në këtë gjendje e kemi ftu këshillin drejtues. Kemi dhënë kohë mjaftueshme që zoti Kurti t'i banë përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Sigurisht se ka pas prioritete tjera. Dhe sot ka qenë ftuar para disa ditë mbledhja e këshillit drejtues, sot kum pranu ne komunikim nga zoti Kurti në WhatsApp ku Partisë Demokratike të Kosovës ja ban një ofertë. Oferta është kjo, që deputet e Partisë Demokratike të qëndrojnë sallë, të votojnë dhe si rezultati i kësaj Partisë Demokratike i ofrohet, jam shumë korrekt në interpretim, i ofrohet posti i kryetarit të kuvendit me një lloj ndryshimi që vetëvendosës me i kalue pozita e nën kryetarit të kuvendit cilën aktualisht e ka Partia Demokratike e Kosovës. E para kjo është serioze, sepse kryesia e kuvendit është e konstitume, kuvendi është i konstitum, janë zgjedhur, janë të votuar, nuk e kemi kontestu këtë çështje, nuk jemi të fol për kryetar të kuvendit, nuk kemi shku as me lyp pozit për veti, as për ndonjërin prej antarëve të Partisë Demokratike, kemi shku që vendit me i dhonë institucione dhe stabilitet institucional edhe politik. Dhe e dyta, kjo fare nuk është serioze, dhe treta që shumë e rëndësishme nuk është as kushtetuese. Për shkak se kushtetuta edhe rregulloria e punës së kuvendit është e qartë. Kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar të dalur nga zgjedhjet e fundit. Tash grupi ka një kandidat është në drejtën e tyre, po atyre ju takon. Dhe votohet në kuvend. Ndërsa nën kryetarët janë përfaqësues politik të partive politike. Dhe në këtë rast, domethënë, nuk është e mundshme që kjo të bëhet as brenda kushtetutës dhe normalisht që nuk është as pak serioze, shihet qartë që zoti Kurti me deklaratat e tij prej fillimit ka punuar në drejtim që vendin me çun zgjedhje. Ju kujtohen mirë. Fillimisht kuvendi, pastaj qeveria, pastaj do ligje e presidenti. Zotëri Hamza, një pyetje. Ku të bëhet? A është e qartë që deklarova? Besoj shumë e qartë. Mirë pa ju ka akuzu juve. Po shikosh, punë e tina që ka thonë ai. A shë këtë so serioze është prej asojna ku kam rri. Kam rri
ofertën për kryetarët kuvendit me një kembim, një farë transakcioni, një farë pazari politik me nën kryetarin e kuvendit dhe nuk është kjo punë emra, është punë parimeve, punë marrëveshje. Mi dho vendit institucione. Dhe gjithmonë këtë përgjegjësi i ka takuar dhe i takon partisë fituese. Edhe në kaluarën ka qenë kështu. E dim rastin e zgjedhjeve të para ku presidenti Rugova e ka dhënë postën e kryeministit, kanë pas marrëveshje politike, rastin e dytë prap, e gjithmonë kështu vazhdimisht që partia fituese i ka dhënë vendit institucione. Koleg, me kuptimin e ju kemi me shku në emision. Na vim duhet me lëviz. A do të kishte pranuar Partia Demokratike me një marrëveshje me vetëvendosjen nëse oferta e njëjtë? Ja, unë nuk po hi në çështje hipotetike, situatave hipotetike, unë po e flas ato çka ne kemi pranu, kjo është ajo çka ka ofruar zoti Kurti, vendimi i Këshillit Drejtues është i qartë. Normalisht ne kemi diskutuar këtë çështje edhe në kryesi, po për hir demokracisë në brendshme, respektimit statutit Partisë Demokratike të Kosovës, e kemi thirrë Këshillin Drejtues, kemi debatuar gjerë e gjatë dhe në fund është kjo deklaratë politike që për me përmbyllë shkurt për Partinë Demokratike të Kosovës ky proces është përmbyllur dhe ne i urojmë partisë fituese sukses në zgjedhjen e presidentit me 98 deputet të tjerë të Kuvendit Republikës Kosovës. Faleminderit shumë, koleg. Faleminderit shumë. Kur preferoni me shku në zgjedhje, sepse çershori po do Jo, preferenca s'ka këtu, nuk është çështje preferencës. Ne kemi deklaruar dhe ju kemi përmbajtur gjithmonë zbatimin dhe respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i qartë kristal, edhe sa i përket afateve të shkulljes në zgjedhje dhe ne insistojmë, kërkojmë, presëm, nuk ka kurfar logjike tjera as arsye që zgjedhjet të organizohen mbrana afatit i cili është i specifikuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Faleminderit shumë.